Alo? Glad, hello! Hi! Në datë 28 hapemi, unë së do jem, dhe ku të t'i lë qelsat? 28 është nesër? Okej. Para pak muajve u hap Zabo, është një vend që frekuentohet nga njerëz që dinë të shijojnë. Dhe ne si trajnues dhe konsulentë të restoranteve, na duhet gjithmonë që klientët tanë të shënë një nivel më lartë. Një nivel më lartë se tregu, një nivel më lartë se vetvetja. Dhe kjo është sfida. Home by Zabo, që në fakt është një zgjatim i Zabo Garden, duhet të sfidojë vetveten, të bëhet më i mirë se vetja. 24 orë kohë kemi. Klienti na duhen checklistat materialit trajnimit, menut, Home by Zabo hapet nesër. Pa problemi, kemi të gjitha gati. Maj ulliri dhe piperën. Karike, Sistemimi të pjatat. Atëherë grupi sot jemi bashkë, Arisi nuk është, ngjasat janë që të ketë rezervuar me emër tjetër, kështu që hapni syt se me siguri e gjeni në salso. Kemi dy gjëra, kemi një sfidë dhe një gjë pozitive. Gjë pozitive është që më në fund Home by Zabo është hapur, top, salla është top. Sfida është që nëse Zabo është këtu, Home by Zabo duhet këtu. Nuk po konkurrojmë me asnjë tjetër, po konkurrojmë me vetveten për momentin. Kështu që duhet bërë akoma më mirë. Ju jeni profesionist, nuk do flasim bashkë për teknikat e shërbimit, duam të flasim bashkë për shërbimin e perceptuar. Picet? Perfekt. Ka dy nivele shërbimi, shërbimi që bëhet fizikisht, teknikat pra që njihni dhe ju, dhe shërbimi i perceptuar, atë ide që krijon klienti kur hyn në Zabo dhe kur konsumon në Zabo Garden apo në Home by Zabo. Kur flasim për shërbimin e perceptuar, në fakt flasim për vibe-in që krijojmë. Çfarë lloj vibe-i krijojmë? Që në momentin kur klienti hyn, si e përshëndesni, apo përshëndesni të parët apo jo? Përshëndetja tavolinat. Kujdes me mënyrën se si shtrohen. Do homas të gjitha me metër. Atëherë, përveç menut të Zabos, kemi dhe menun e re, që është një bashkim shumë i bukur harmonik midis pjesës së mediteranes, të Zabo Garden dhe pjesës së aziatike dhe sushit. Kemi klasik beef tartar, që është një klasik beef tartar i vërtet francez, me një tenderlojm dhe kangus, mustard, ves, kaperi, chives dhe gjithashtu qep charlotte. Kemi gnocchi sorrentina, ku në të është një ndjesi cheesy, pasi është e mbushur me mozzarella fior di latte që vjen direkt nga Salerno. Fillojmë me makin e parë, cili është ham roll. Është i përbërë me oriz integral, asparak, filet oviçi dhe foie gras. Kur ta prezantoni menun, keni parasysh që mos toni thjesht pjatën, por të keni këto tre element: teksturat, aromat dhe mënyrën se si është vendosur gjithashtu në pjatë. Dy gjërat që duhen të jenë të qarta për gjithë klientët janë që janë koktejle artizanale që ne i bëjmë vetë. Çdo produkt është bio, nuk ka koncentrat, nuk ka shurupe. Klienti percepton shërbimin ose atë që do konsumoj vetëm nga ju. Gladi, ora është 5. Furi syzet kjo. Se më të kemi me syzet e mia. A del një ditë për të bërë çuditëra? A do kënaqen ftuarit sot? Stafi i Zabos ja del. Home by Zabo është hapur, shikojeni vetë. Unë mbarova.